Përshëndetje shikues të nderuar, po kthehemi në studio të lumtur si kur më parë. Sot do të flasim për një person ku Komuna e Prishtinës e ka shpallur më të përvuajturin në historinë e këngëtarëve tanë. Blero, si është të jesh Blero? Zotëria Azemi? Unë kom punu një kohë si asambles në Komunë Prishtinës, në qatë kohë kur Komuna ka qenë në vi, do të nxejmë se i leshëm që të të kom vere dimen si nalë shumë vatëm knasë. Në qatë kohë në pat ardhë një kërkes prej Komunës Mitrovicës, një artist i ri po dënë me u shpallë person melankolik, do më thonë person i përvujtën. Edhe na e patëm refuzu këtë kërkesë, nuk është diçka që e bën Komuna. Mas nej na pat ardhë një kërkes tjetër ku shkrujke hajtë se keni me pa. Edhe na prapë, su morëm me to se nuk u konë diçka që mirët Komuna me atë punë, deri sa këngëtari e publikoi këngën e tij të parë. Po Bleroa nuk është se vuan, ky është një djalë i qiltër, i pastër si qielli, para me një fjalë është person që nuk bën keq, por gjithmonë viktimizohet. Dhe tërë kjo fal lidhjeve të tij. Në parim menoj që njëri du të me ditë sakt konë për zgjedh për fat jetës. Këtu po është huqja e madhe, se, thot baba jam adin, miki mikit i get 100 vjetë për polra. Tash, në momentin që nuk po puqen tabiatet me bashkëshorten, do më thonë aty po njës foqja e zezë. Do më thonë daralokin në shpi vjen të ushtu. Do më thonë këtë rast, ju propozoj gjeneratave të reja që kur të vendosin me zgjedh fat në jetës me pas kujdes. Fantazi, muhabet, i nivellit shumë të naltë. Faleminderit. Më fletoj më në faleminderit se e ka këshët pëshurësha muhabetin se t'jas me një. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Po, mas nej artisti e publikoj këngën e tij të parë, edhe mu më vjen keq, edhe i kërkoj falje që na si komunë nuk ja kemi aprovu kërkesën. Shumë nina keq. Ne si akademi kemi qëndruar Bleroa pranë, si në kohë të mirë, ashtu edhe në kohë të vështirë. Por kemi armë përfundim, se sa do që ne tentonim t'i qëndronim pranë, a i disi kishte momente ku prekej shumë, futej në makinë, fillon të qante, dhe ne në përfundim kemi arë që a i është person melankolik dhe të ke fundit, ashtu duhet jetë një artist. Pa tjetër. Unë herën e fundit që e kom taku, Blerimin, e kom taku në aeroport. Sytë kohët gjako, burë. Thash qaki, thash, pse po kanë? Tha, ma morën topin. Që e kanë morë topin? Ja pas kanë marrë topin? Ja, mërë, si shkon punë topi, tha, a i gare po bëjt, tha, po është të më dhim, tha që a i ground controlleri, a i që i parkon aeroplanat, tha, jashtë aty ftoft. Tha po më dhimet qaj, thash, leba më zbaj gare, thash, na kishëm dasht më konë vend tia, që farë rruga kanë ata. Po dhe po, tha po, ftof, tha, si nuk unal këtu kaj. Ne, se hypëm në aeroplan e pajtuva të qysh, erë një ardez këtu, kines kishkon. Tha, qka po dëni me hongër me pi, thash, ja, zoti dhash bërësja tashën e i kom kry atu, veç e unal Blerimi e ka këshy dhe e ka kriz vaj. Thash, qa ki jo burë, thash, qa po kanë. Tha qërë, tha, derë kjo qike, tha, me kalu jetën nalë. Adin, është personi ndishëm, është njëri ndishëm, na du të me pranu si tilë. Edhe mu vjen keq që na si komunë nuk kemi mujt mja aprovu kërkesën qysh në atë ku, se është shumë ndishëm. Po ne si akademi po shqyrtoj mundësinë e ndryshimit të fjales balad në blerad. Pra të mos themi këngë balade, por këngë blerade. Sepse si artist e ka rokë në cicë zhanërin, të më drejten, dhe nëse largohet nga ky zhanër, kam përshtypjen që edhe mund fundosit. Nuk e kam prit një fjalë tillë nga ju. Fjalën cicë. Nëse tash. Zotri Loshaj, ju e njihni më afër artistin. Po, unë Bleron e kam me këtë mirë. Na sa kemi qenë në Suedi atje, kemi lujt bashk futboll. Dhe më thonë, kemi lujt bashkë futbol me Ibrahimovicin, Ibrën. Blero si i tilë ka qenë qysh edhe i vogël, nuk ka dalë, po thuaj se kërkon pa deodorant. Më thonë, gjithmonë, kërku vendosë keme dalë, i regullejke, thajtë këmbe, kërkon zëdnit tip.
Dhe vendosi më marrë me muzikë, ka pas dilemat e veta, njerë u pa të përcaktu, gati po thuaj se mu bo budist. Po, lëshoj pe edhe kur vendosim me ju fut i industrisë muzikës, me të vërtetë pa të më gëzu shumë se një njeri i tillë është me katë më bo, që tash edhe ma heret. Po, kalon shenja të mëdha në industrinë e muzikës dhe unë, që është e vërteta, i gëzohem faktit që jetoj në kohën e ti me dëgju këngët e ti. Blero njerët njët edhe si kur personi që zbuloi palomat, pra salvetat, si e keni pritur ju këtë inovacion? Më falë, vish pak, që thonë nuk e kuptova, që ka the? Njeri e ka zbulu një palom që ta pin lotin edhe paloma nuk laget. Jo, vesh në kovë na i harën mi fshi gjomat e gjerët. Ja, nuk ka harën, po ti pelcet për i natit, atin plas, se shpirtin e kisha ashtu. Njeri është të këshyrë me zbulu edhe kremin kundër lëtve, kjo thot nuk e kuptova, qa ke zbulu ti? O, ti zotni, unë e kur gjës kom zbulu, po mot nuk ha, po mërvesh e më të thonë. Që veç pak, kur pjo thëm që kjo njeri është i pagum për me aqit faqen e zez e stradës, ju s'po besoni. Qka ke zbulu ti, o vla, ti qka ke zbulu, qka ke bo ti? Ti tanë ditën veç rrën të vërglat që tu. Ti je njeri që ki qef me ngu sepulturën e mund të ta dhjefsha, sepulturën ta dhjefsha. Veç pak, njeri ka zbulu diçka, ti qka ke zbulu? Hajt, veç po du me ditë që do. A di qka o kë në krasim me sepulturën tonë të mutit qa o kë? Blero, është sikur kulla e Parisit në krasim me këtë kullën një njëvë. Po mos mi qa nerva. Ngam ti kish, s'pë di që me thonë tjetër. Unë e kom shëtit krejt botën, nuk kom zbulu kur gja. Kallë zënë ti mu, ku e konë ti ma larkë se në hasë. Unë më konë në cëret e një nip i Bajanakut, qka ko lidhe kjo? Jo, ka lidhe, t'lutna mos më folë se qysh duhet më konë senet. Mos më folë një palavra këtu. Këtu e kena problemin na. Ta djemë dojnë me bo muzikë, se dojnë me bo pare qash. Mos e jeni më refillit, jeni analiza. Jo, nuk pajtona që këta e kanë sënimin vish me bo pare edhe që të është këtë qëllimi, se me do është ta me bo pare, ishin këshin punu në bongë. Po dhe? Nuk është qështja të paret. Qështja është që këta këngëtar neve bashk luqken e zemrës në e knaqen. Me këngë të mira, me këngë melankolike, dhe po gjindemi në këngët e tyne. Për shembull, unë çka gjykoj, një gjë shumë të keqe. Për shembull, Kosova nuk ja ka dhënë asnjëherë mundësinë që këta me kanë pjesë e Filharmonisë të Kosovës. Me lënë vrog edhe në atë sferë, domethënë se e meritojnë, e kanë venen aty. Po që mi e shinon edhe ati venet edhe pak. A e të thonë qështu? Më s'kesh, se vëqë edhe që aty jënë me të për shurën të, edhe që aty mi e shinonën ati venet. Me filharmonia, me kore, me qka ka. Kjo logikë, ko mi e shinonën këti venet, që shini të folë jo. A do në vish një 2-3 reshta me lezuse, e di që kam obligim me diskutu për... Po bashkë ledzoj vla se bashkë kësha pas qef se dhe unë ta kom përkëthuj ty një tekst sepulturës të onet. Mos ma kraso blero me sepulturën, të lutna. Jo, veç mos i pe lyp, hajt nëse, që për veç pak të përfundoj. Do me thonë, këto fjallë, që kom i thonë tash, jënë njone prej kongve të autorit, vëmendje zonja Zotrin, uasa mirë po doket, parasaj pe arroj krejt botën. Po pi edhe pe thej gotën, s'manin let bëhet qatë bëhet, ti veç folëm të në kuhen, veç folëm të në kuhen. Ta hagojen, 4 herë. Natën e mirë. Qa ka të keshe këtu, hajt qa ka të keshe, ha ma mirë me thonë dikujna ta hagojen, ta ha nanën për shemull. Jo, ta ha gojen është më njerëzore. Me thënë të drejtë edhe pse kur ndalesh e analizon si proces, disi është ma vulgare, është pak kanibale, por kur e shqiqon si metafor, atëherë ta ha gojen ka logjik, sepse pra nëse shqiqon ta ha gojen, i bie që ta nxjerri gojen nga vendi, ta shky noflën, është. Por si metafor ka kuptim se i bie që të dashurës apo të bashkëshortës apo personit të dashur, kush do qoftë ai, i thua fol zemër, mos ndalo, vazhdoje jetën, qit tingu i gagoja, në kuptimin metaforik qëndron, është i fuqishëm, pse jo edhe i lezetshëm. Po çmim Nobel.
Po tash varet edhe kush e thot se po mundet edhe deri aty. Po, di. Po, që se edhe unë e kom përkthy një tekst të sepulturës këtij të motit, që na ka tesh për emisionit parë, do më thonë që a ngën ky milfi, qëta është kallëzej që ngën, do më thonë, konga i thët këto fjalë edhe titullohet territori, ose ma mirë me thonë lufta për territorin, që thët? Njeri i panjohër bisedon me botën thith besimin tuaj, një kurth në çdo fjalë, lufta për territorin, zgjidhja e kontrollit, pas propagandës, informacioni dobët për të menaxhuar zemrimin tuaj, lufta për territorin, fjalimi i diktatorit, prishni jetën tuaj, rregulla për të vrarë urin, fjalimi i asamblesë Dëmb, i thuhet. Shuj, mshele. Vitet e luftimeve mëson djalin tim të besosh në atë njeri që e një njerëzore raciste, mirë raciste do të jetoj, tërë për keqar dhe për kënarin ju keni pasur. Qëto e në fjallë që i thot ajo? Me Google Translate i pas ke përkthy. Po. Po, nuk është po, se me Google Translate ti përkthen fjallë për fjallë. Do më thonë e hup komplet kuptimin e tekstit. Rëndësi ka që ju dëgjoni këngë cilat nuk thonë asgjë. Nashta ato edhe mujnë me thonë a i sen, po neve në kombinim nuk na hin kur gjët të kohët jenë për këta? Brazilit janë. Po, që aty në që na beshin këtë mishin, këtë loshin. Po. Në Kosovën Iliro Dardane një tekst i tillë, pra një tekst i cili flet për politikën e Brazilit thjesht nuk pi ujë. Më vjen keq që ju harxhoni kohë duke dëgjuar këngë të cilat nuk përputhen me realitetin tonë. Pra, me fjalë të tjera, kjo është sikur dikush, në një biznismen i caktuar nga Kosova, të investoj në pistën e Formulës 1 diku në një fshat quajtur Smir. Të lutem. Mirë e lidhe. Pra, jo, do të ishte domethënë investim i gabuar ose investim i dështuar. Ne jemi të dhënë pas estradës son dhe e lartësojmë çdo vlerë të tyre. Për mua blerua që thot populli këtë bendin sepultura ta pshur në fytyrë në vjen keq, nuk është natyrë e komunikimit tim, por ju po na shtyni të vim deri në këtë mas. Po qysh jo, akademi po dësane shkullin me ditën e kolegjit ti. Na blerën e njohim edhe ajna një neve. Qka hamomin din ata sepulturës të motit qka bën vakin Kosovë? Po leti qka thot ky për... Ajo këngë cilën te e lexove nuk flet për Brazilin ose politikën atje. Ajo këngë flet për një fenomen politik, për një fenomen ose një udhëhec politik i cili është në gjendje mrena natës me shfarus komplet një popull. Logjika e tekstit jo që e theti, është krejt diçka tjetër. Po flasim dhe më thonë për fenomenet, për politikanë, për sistemet, që në gjendje mrena natës me ngrit nivelin e nacionalizmit edhe me shfarus komplet një popull, edhe armënin e ti. Kjo është. Po që kam hapalla mëre mu, që ka ndohet në Brazil o atë zot një. Po jo bre nuk thash për Brazil, apo merr vesh jam të full. A jetë të mgu që apo Po jam të mgu, po hec manin mu, na jena në Po Kosovë. jam të full për Brazil, jam të full për një sistem. Po marë parasysh, unë jam të full, na jena në Kosovë, vlo. Punë, po. Tardhme, po. Levizjet lirë, po. Koncertet mahen që të në mes Prishtinës sa dush. 80% e ambientit Kosovë është e gjelbrume. Ku manin mu, qka hamomin ndodhë në Brazil, hajt, ku manin? Lek të lafe, ha? E dhjeve pak. Edhe vish mi aplot zemën këti se lugë është. Dhe diçka për fund? Vetëm shëndet, dituri dhe etje për dije. Qëra dhe unë e kam diçka. Afrim, qatë boshpum që ma ke pru, për Peugeot, dhe më thonë, ma ke pru boshpum Peugeot të vitit 99. Peugeot e em është e vitit 2000. Ju kësha lutë shikuzve. Kush do që ka një boshpum që punën, se që s'punën po gjej bëllë. Peugeot 207 vitit 2000. Më mas jenë në redaksi se shkuva poshtë. Që kash? Ju faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Ju faleminderit që jemi javën tjetër. Ciao, ciao. Ai che pascio te